Dy skuadrat tetovare Shkëndija dhe Renova me përgatitjet për pjesën pranverore do të fillojnë të dielen gjithsesi të hënën. Shkëndija më 10 janar në orën 10 do të ketë grumbullimin e parë në vitin 2016. Faza e parë do të zhvillohet në Strug apo Ohër nga 14 deri më 20 janar, ndërsa ajo kryesore në Antalya të Turqisë. Në takimin e parë futbollistët do të njoftohen me planin e përgatitjeve nga ana e stafit teknik në krye me trajnerin e ri Bruno Akrapovic. Ditët e para si zakonisht do të jenë të rezervuara për kontrollet dhe testet mjekësore, ndërkaq Renova me përgatitjet do të fillojë të hënën me fillim në orën 13. Sipas trajnerit Qati Posmani, në takimin e parë futbollistët do të njoftohen me plan programin e përgatitjeve. Faza e parë do të zhvillohet në rajonin e Tetovës, ndërsa ajo e dyta në ndonjë qendër sportive ku ka kushte adekuate për punë. Dy skuadrat tetovare deri në grumbullimin e parë do të bëjnë të gjitha para përgatitjet e duhura dhe normalisht do të dihen edhe prurjet e reja apo futbollistët që do të lirohen nga obligimet.